Mirë mbrëma, dëgjojeni pak të histori. Në vitin 1962, një burr vdiq, por 18 vite më vonë, motra e tij e takon në një pazar. Madje edhe 200 të tjerë pra të fshatit e pan atë ditë. Është një ngjarje dokumentuar dhe nuk është ngjarja e parë. Ka ndodhur edhe herë të tjera, njerëz që kanë vdekur dhe janë shfaqur pas disa vitesh. Askush nuk di ta shpjegoj, por unë do t'ju tregoj njëra nga ngjarjet e dokumentuara. Që është kjo? Si gjithmonë kush është rastisht, nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përreth bashkë. Sinqerisht faleminderit dhe shpërndajeni këto informacione. Atëherë, doja t'ju thoshe që ka disa mistere që ndodhin që ne nuk mund t'i shpjegojmë, sepse bota është e mbuluar me mistere. Por ky është një nga ato misteret që është i pasgjithshëm. Do t'ju them se përse, ndonse është i dokumentuar. Në vitin 1962, një burr në Haiti po ndiej keq. Ishte ky tipi këtu, ky Clarivius Narcis. Narcis ishte rreth 50 ca vjeç dhe ai u ndje keq, nuk dihet për çfarë arsye, sepse nuk është e dokumentuar, por u ndje keq dhe e çuan në spital, në spitalin e Dachapelles, pra të Tahitit. Dhe pasi e shtruan në spital, i bën të gjitha vizitat, të gjitha dokumentuara. I bën vizitat, por ai kishte temperaturë të lartë, dridhej dhe nuk merrte dot frymë. Mirë po, me kalimin e orëve u përkeqësua, u mundua në të gjitha mënyrat. I vendosin edhe fibrilator. Bile i dhan edhe i bën disa gjilpëra që ta rimëkëmnin, mirë po, me sa duket ishte e pamundur. Në fakt, pas një ore gjysmë që u munduan mjekët, e deklaruan të vdekur. Në fakt, të gjitha aparatet e tij, pra zemra e pushuar, truri nuk funksiononte, çdo gjë pra nuk funksiononte. Ne po flasim në vitin 1962 që nuk ishte si sot, por sidoqoftë kishte aparatura që shikonin nëse ishte vërtet ose jo, që njeri ishte i gjallë apo i vdekur. Dhe çdo gjë, edhe pulsi nuk punon, nuk kishte asnjë shenjë, njëkohësisht edhe ishte ftohur trupi dhe thanë ky njeri ka vdekur. Mirë po, Narcis nuk dihet se për çfarë arsye dhe mendohet që diçka ndodhi me të. Atëherë, pas 18 vitesh dhe pastaj do t'i them se çfarë ndodhi me të, por do t'i them fillimisht pas 18 vitesh, motra e tij më gjetet mishi sepse nuk është tash era e parë. Doja t'ju tregoj edhe histori të tjera që kanë ndodhur në Shqipëri, por prisni pak sepse doja t'ju tregoj në një moment tjetër, jo këtu, se është një histori e gjatë. Dhe po thoshja, motra e tij ishte në pazar, shkonte për të bërë të psoniste. Ishte ditë, ishte ora 11 e drekës. Zakonisht në këtë fshat të vogël të Haitit, ishte mbushur plot në periferi ishte mbushur plot me njerëz dhe me këto bankarelat, si quhen, këto tavolinat që shesin. Kur dëgjon një zë nga mbrapa, me një fjalë e i foli në emër, një zë që i ngjasonte vllait të saj. Kthen kokën, ishte vllai i saj. Ishte i dobësuar, ishte i raskapitur dhe ato rrobat i kishte pothuajse cop. Në fakt, nuk ishte vetëm, ajo ishte bashkë me një shoqen e saj. Ajo përpaksa nuk i rat fikt. Unë jam, i tha, vetëm të lutem, tha, prit. Dhe kjo e përqafoi, u filluan që të flisnin aty dhe u mblodhen edhe njerëz të tjerë. 200 dëshmimtar pan që ai ishte gjallë, ishte aty, foli me motrën e tij, edhe motra, së bashku me shoqen e saj, e thanë publikisht që ai ishte gjallë. Dhe si ishte e mundur që ky të ishte gjallë? 18 vite më vonë, pra në vitin 1980. Dhe çudia e kësaj historie është që pasi ai tha, me fjalë foli me motrën, bisedoi me të gjithë ata që ishin aty, nuk u pa më, sepse i tha motrës, do lajm, i tha, dhe do vi. Ku do lajsh, i tha, do lajm tek ai burimi atje, i tha, unë do vi me ty, i tha, jo, i tha, unë do shkoj të lajm, tha, të pastroj dhe do vi. Shkoj që të pastroj, që të laj, por nuk u kthye më. Me një fjalë, nuk e pa më kush. Por historia është kjo, që e pan 200 dëshmimtar plus edhe motra e tij. Tani, çfarë ka ndodhur? Ai tregoi një histori të çuditshme dhe tregoi motrës së tij. Tregoi që e kishin ndjeu çdo gjë. Ai ndjeu në momentin që i thoshin mjekët që ky ka vdekur. Çdo gjë thoshte në trupin tim thosh ishte ftohur. Unë dëgjoja çdo gjë, por rrahjet e zemrës çdo gjë ishte e ulët.
Dhe nuk mundeshin thot që mjekët apo juve që ishit përreth thot që të kuptonit nëse unë isha gjallë ose jo. Por unë ndjeja çdo gjë, thot ky zotëria. Dhe madje kur më futët në varrim sepse e varrosën shokët, e varrosën pra ishte dokumentuar dhe varrimi, shokët e tij, miq, prifti që foli përpara varrimit, pra kur flet gjithmonë përpara varrimit, trupi i këtij i narsit që ishte aty tek arkivoli, pra që të gjitha të dokumentuara. E megjithatë, ai tha që kur më futët në dhe me atë arkivol, tha, unë tha ndjeva ata peshën e rëndë të dheut. Me një fjalë, gjitha peshët dhe nuk merja do të frymë, tha, sepse unë që në atë moment që nuk merja do të frymë. Me një moment kur hodhë dhe sipër, tha, mbi arkivol, nuk merja do të më frymë. Megjithatë, tha, dikushta më nxori nga arkivoli. Pra më nxori nga dheu, 2 ditë më vonë. Pastaj, tha, më ka çuar që të punoj, tha, në një minier. Dhe që atëre, tha, unë nuk isha, tha, sepse nuk dia ku gjendesha, nuk dia ku isha, por më çuan në një minier. Dhe kam punuar, thoshte ky, në brendësi të kësaj miniere dhe nuk di se ku ishte dhe nuk isha asnjë lloj dokumenti. Nuk mundesha dot që të ikja nga ajo minier, sepse ishte pamundur. Bile shumë prej nesh i vrisnin, siç thoshte ai, nëse tentonin që të iknin. Pra, kjo ishte historia e tij. Dhe ai thotë që teksa ishin duke u larë në lum, gjithmonë aty tek kjo puna që bënte, ai tha që u fut në ujë. Me fjalë, ishte një moment që ishin të gjithë bashk, u ul aty ku ishte në ujë, meqense ishte uji pak i trubullt, sepse kishte rënë pak shi, ai u fut në ujë dhe kaloi nëpër këmbët e ushtarëve me shumë ngadalë që nuk e kuptuan. Dhe iku, pra iku me rrjedhën e lumit. Kjo ishte historia që ai tregoi. Tani, në vitin 1982, një antropolog, një Davis Wave, shkoi që të bënte kërkime sepse dëgjoi për këtë histori, folën gazetat, revistat në atë kohë, sepse askush nuk e kishte kuptuar se çfarë kishte ndodhur. Dhe kur shkoi ky zotëria që të pyeste, ai kuptoi që kishte ndodhur vetëm me fjalë, sipas studimeve që ai bëri. Kujdes. Ai thotë që mundet që të ketë ngrënë një lloj peshku, pra ai një natë më përpara ose një ditë më përpara, që është e mundshme kjo, sepse në fakt aty ndodhi disa orë përpara, pastaj më vonë, disa orë më vonë ndodhi ai problemi që i bllokoi të gjithë aparatin. Pra e bëri që sikur ai ishte i vdekur, ishte kjo tedrodotoksina. Tedrodotoksina, që ka një lloj peshku, bën pikërisht këtë. Nëse ti e merr në kuantitet të madh, me fjalë në shumë, të marrësh një pjesë të madhe të saj, që ta hash një peshk si ky, nëse ka brenda një gjë të tillë, pra një tedrodotoksin, atëre të vendos në një pauzë, sikur ti të flesh gjumë, sepse neutralizon të gjitha nervat dhe ti nuk ke më mënyrë që të flasësh dhe të komunikosh, madje edhe impulset e trurit, madje edhe të rrahit e zemrës shkojnë në zero. Dhe sipas gjasave, sipas këtij antropologut, mundet që ai të ketë ngrënë peshk atë ditë në mëngjes ose një natë më përpara, që e çojë në këtë situatë. Dhe pastaj nuk dihet se çfarë ka ndodhur, sepse ai nuk di tjetër. Ai thotë që mund ta kenë nxjerr këta afrikanët. Po si, nuk mund të thoshte dot ky që ishin të zinj, apo ishin ndoshta që mund t'u shpëtonte. Megjithatë, kjo është historia që është treguar, e dokumentuar, pra një nga këto histori të dokumentuara të një njeriu që u shfaq pas disa vitesh ku ai kishte vdekur. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni dhe natën e mirë.